kaq. Jo, ore, ika se nuk futem me këtë. Rrito. Pa qavure gojors. Ika, më ngrit dorë fare, pa qavure. Prosponjak. Pa qavure gojors, jo. Ika, pa qavure. Jore, troq fare u a them unë, kjo gjë ka ndodhur, kaq. Pa qavure djallë. Njëri pas edër. Pse qa jemi në këtu? Rëngja pëngja? Ka kësy neti. Gare tutje. Nuk duat ja shofi ty në fare. Zoti profesor, këta e bëra me dashja. O vlla, më ka rënë sot gjithë ditën. O vlla, ty je, ku më gjete vlla ti muare? Ku më gjete vlla ti mua, o vlla, ty je. O vlla, ty je, tër ditën nëre. Tër ditën i ka rënë telefon, unë mbylla i birë. Po ai thotë, a ty je thotë? Po, jo, e të shëktu jam unë, jo ti. Edhe i binde prapë. Kaprolli mi bi live-it. Ha? Kaprolli ato mira. Jo, lere mos fut njeri tani për momentin jo. Ja ti bllokoj. Nuk i fare kërkesa, do t'i shoh. Po, ja ti bllokoj, se harrova se nga që si hape si rate. Nga që se mirate mu lidh bashk i hapa, ja i bllokova. Ore vlla, mbyll edhe mos a shoh njeri fare. Jo, unë s'du asnjë për zotin, po ju na e përzini nga njerëz, unë s'du asnjë. Ore, tani. Ore, djali kalon karri. Ai karri. sa rita kuptoj, ore. Besha i gjithë që berja i dje? Me thonë drejtën, jo. Me ne, jo. T'ishte me një tjetër dhe me banë nuk ishte lidhje, po jo me ne që një vit e gjithë që rejnë. Ore, berda i gjithë? Nuk i takota. Ne ndërkohë ishim në diskutim, ai i ka unë se më do kari mua rini ju e prisni. Mirë, okej, nuk ishte nga i zhanë motër, sa i thjesht kaloj karrike, a kupta? Ha? Thjesht kaloj karrike, ndroj karrike. Ndroj karrike aje. A thate se ishte mi tavolin me ne. Thash unë ka ndru karrike. Jo, ndroj tavolin ai djella. Ai ndroj tavolin. Dhe po ta them edhe njerë, i ka më çaj kari, më tregoj do flas mirë. Për shpirtën e motës, për kokë të plaku do të qi kurvën, do të trej zvarr. Mos më komento mua aktuar, byshir legend. Më detyro të dal. Mos laf burri, mos ik më çaj kari, pik. Ikse të qiva kurvën të dërgova njëjtë e shtëpia tani. Lan garaq. Byshir. Djal kurv. Ik më dilna live. Më dina live se do të njës njerëz me atë që folëm atë ditë që hyri mik. Për ty bëth shirë misri dhe i thash, nuk vjetë doran zjarë për këte. Gjuna. Ikse të qiva kur më dërgova njerëzor, bëth shirë. Bëth shirë u lishtesh. Tregon mua ti. Ditë toj gjusë mlafi për s'qiva kurvën. Dil na verën provë. E dalin në njëri të... Qatë kam berë, qa ke berë tjere? Ti qa ke berë? Qa ke berë ti? Pse qa jam nëre? Që ben ti ato gjeste ore. Po ku ma hakari mua për njërin TikTok ore? Zero. Le dali, le da provoj, le të flasi më i miri, po si a qiva rop të ja kthej direkt një. Më i miri le të flasi, kush e quan vetën për njëshin e TikToku që si a hakari, më të miri do t'i kthejmë një për njerëva. Le të dali të provoj. Me intrigat që bëjnë këtu, me bytë shirleqet që bëjnë këtu, me futjet që bëjnë këtu dhe me skemat që bëjnë këtu. Më qëndroni largë se do t'u qim motrën, pik. Do t'u qim motrën, më qëndroni largë. Dakord se bëja live me kaprollin, e nëzorët që ka shara dhe mja sharin. Sa i ka una TikToku, ja morë në goj kaprollin. Ikni se do t'u qim motrën. Më rini largë, mos më përmendin në për live se do t'u qim motrën. Hapur fare, shqip drejt për drejt. Ti Klevis Qela, ti je njeri që s'ke shtyll kurizore. E kupton apo jo? S'ke shtyll kurizore. Je njeri pa shtyll kurizore. Je njeri, ore u thashë, unë do kelen vetëm e diore këtu në TikTok. Po s'ma hakari fare.
E di që do ngelen vetëm, po nuk ma hakari, pik. Fare, olla, fare, nuk ma hakari, ta dini. Do ngelen vetëm, po s'ma hakari, sepse nuk i mbej lustra kujt kot. As nuk mbaj shoqëri kot, gjoja kam shok Fabiolalën. O, kam ose kam. O, kam respekt, o s'kam respekt, njëna këto të dyja është. Po s'mund të them unë për Fabion, o, kështu, o, ashtu, kur flas me X-in apo me Y-in. Se ndryshe, si them të kam shok, Allah. Nuk i them të kam shok. As nuk rri fare. Pse të rrio? S'rrio fare. Po jo, zoti Qela, veprimet ti, kështu. Që me kemë në 4 Roma tjerë. Gjuna Glevisi, po, se pat ju, që a ben zoti Qela? Nuk e pat ju? Ere zoti Qela? E bere pa dashje, 20 vjeç burr. 20 vjeç bere ti pa dashje? Fusun në një pa dashje? Rëshkiti nga të vëllina, o pra. Edhe ta kuptoni një gjë, ta kuptoni një gjë. Cili do person që të kishte futur, nuk ka lidhje se ishte Semi. Me Semin kam komunikim në privat. Shumë pozitiv. Dhe më respekton e respektoj. Kaq. Kushdo të ishte që ja qoj live-in, Klevis Qela, nuk duhet të dilte nga live-i dhe të thoshte dola e qikun se kështu se është se pa dashje. Tregon dhe pa dashje mua ti. Unë tensionin 200 aty, ti më tregon mua unë dola pa dashje. Në mori lek në shkrajni a i dhe pa dashje. Unë tensionin 200, ti më tregon mua pa dashje. Dole ti pa dashje? Ti pa dashje. Po Qela, ke 7 vjetë TikTok tjerë, nuk di të dalësh pa dashje tjerë. Ti di të dalësh me dashje. Ti di të dalësh me dashje. Dakor, tore? E para njëro, zoti Qela, që ta kesh rregull në jetën tende, po nuk respektove shokët, nuk ben do të shok të ri, sa i shoku ri thot, ky s'di të respektoj shokun e vjetër, si do më respektoj mua, që ta kuptosh, në rregullore, që ta kuptosh, nuk të kam shar as na motra, as na mamaja, po të kam thënë, je njeri pa shtyll kurrizore, e di çfarë do të thot? Se nuk të shaj na familjare, o langaraq, je njeri pa shtyll kurrizore. Dakord? Je njeri pa shtyll kurrizore. Pik. S'ke shtyll kurrizore. E kupton apo jo? Je pa shtyll kurrizore. Me pak fjalë je barikarin va. Je barbon. Që nuk di rregulla në shoqëri. Nuk di rregulla në shoqëri. Dhe në momentin që ti e bën një gjest në publik, dhe unë do të aja përgjigjen në publik. E kupton? Do të aja përgjigjen publikare, se bërën publik t'i vepriminër. Mbase Fabiolalës nuk i bën përshtypje. Mbase edhe Ols Nazarit nuk i bën përshtypje. Po mua më bën përshtypje, o zoti Qela. O zoti profesor, jo se se më bën përshtypje, po më ka erë më këtu me këto të Klevisit. Mua më bën përshtypje, o zoti Qela, mbase ky ka një arsye më shumë që s'reagon, ai tjetri mund të ketë 2 arsye që nuk reagojnë, kurse unë la kam arsye të plot të shprehjem. Ti ka bë dhurat në televizorin. E kupton? Shprehjem unë, o Qela. Shprehjem, sepse ky jam, Allah. Ky jam. Si, ore çuna, kur çon kërkesë tu për të hyrë live, nuk të vjen këtu lart kërkesa, ore. Të vjen atje poshtë. Dakor? Edhe njerë se bëjnë me këta. Jo për ndonjë gjëre se mos e merrni kështu ky.
ky për atë, se jo ishte Nazari, se jo ishte Semi. Nuk kam gje, as me Semin, as me Nazarin, as me Fabion. Jo se i kam frikë ojore, se për frikë, si kam, se ti kem frikë. Se frikë i kam, po i bjem qaf. Po si kam rem qaf, si kam frikë, po qa ti kam frikë? Kem frikë të qa kumbla, po si kam rem qaf ti? A dëm pak. Ta kem frikë, po. Ka kumbla ky, unë ta kem frikë, se kam frikë fare, o shok. Kumbla ka fshon do të mua, po si rash më qaf unë. Me dhe pjeshk. Ja, ka edhe pjeshk djali. Dakor? Ti zoti Qela nuk di respekt në shoqëri. Ti nuk di respekt. Dakor? Nuk di respekt. Ti zoti Qela je i lloj robi që çohesh në tavolinë e kafe se ikën pi kafe me tjetrit, pa i thënë tavolinës, a më jep një lejë që ti i kit pakun, se kanë çik punë? E kupton? Ti zoti Qela je njeri që të nënvlerëson dhe je shumë mos mirënjohës. Ti, personalisht ti. Uroj të shpresojmë base haj nataj, po nuk e besoj prap që të haj nata ai edhe të merret me pjesën që të japi dorë ty të besh diçka ti që i të tregoj ai që ja unë e meritoj. Ai e meriton respektin, o Klevis. Po jo kështu duke ofenduar ti të tjerë, se s'të leun. Nuk të leun të me disrespektosh ti, se e bëri dhe një tjetër para ca kohe. Edhe e bera prap shumë të qartë, që s'ma kari, kush më disrespekton, disrespekte ka nga unë basër. Dakor, nuk më intereson, nuk levis, nuk je i pari ti. Nuk je i pari. E kupton, ore. Si as i pari, as i fundit. Por, në këtë rast je ti dhe s'di të respektosh njerëzit. Je mos mirënjohës. Je mos mirënjohës. Ti nuk je intrigant. Ti je mos mirënjohës, ore. Ti je njeri pashtu kurizore, ore. Dhe nuk e ke bërë pa dashje. Ti e ke bërë me dashje. Ti e ke bërë me dashje. E ke bërë. Të është të mori në TikTok apo? Qa do merte? Do merte në TikTok më basa. Që ja mori e pashun, ore. Se ti apo e? Po vlla, që ja mori thoj ti, për të marrë ja mori. Gjujti TikTok sa ishte me ne. Sa ti mash na ka gjetur, ore. Ti e për dreshin, sa e bën e prujt ftoft. Ka me morë thikën me vra vetën. Ha? Ka me vra vetën Klevisi. Të vrasi, shpon për shpon. Po shkon ti në burg se ti po flet keq për Klevisi. Po flasun keq. Keq, do me thonë, po e shon drejt asaj krimi. Jo. Unë po them diçka që e kemi parë këtu në live, la. Ore, si ti i ki unë tani e Fabio dhe ty me ku di gja unë. O vlla, ti ki në aty e të them, ore, jemi duke për mua bedo. Unë praf iki, vi me Semin. Si ti i ki, vlla? Jo, po ti kish për shembull ti, më ngel Maraks, unë e njoh horizontin tonë dhe kapacitetin tonë. Po ti ke Klevisi tha mbari lesht. Varikari me fjalë. Po, rëp shtëpia. Po tani varikarin thuhet për njërin që është varikarin? Po po sa ashtu pra, më ta thon drejt. Se unë s'foli na herë, po s'daj më arrestu. Jo, i bie që nëse është varikarin do thosh hajt më varikarin, e kupton? Po sa ashtu pra po ta them. Po ta them kështu drejt, mo tamam, mbash kur çfarë të them. E more vesh ore Klevis, të njëjti mendim dajmë në Klevis edhe ne shokët e tjerë, si Fabio, si Nazari me çunat. Po këta kanë një gjella. Këta nuk shprehen. Këta e mbajnë kështu për brenda, vlla, edhe tusin kokën. E kupton? Kurse unë ta them, djali po bën veprime barbonash. E kupton? Dhe nuk e ke bërë pa dashje. E ke bërë me dashje. E kupton, ore, o Qela, e ke bërë me dashje. Vlla, ai më mirë ta thonte më falur, ti e bëna me dashje, shnetës dhe kishim isha shtell për zotin. Ore, ai mund të thoshte, o çuna po, të dal një minutë ose do futem çik me Semin dhe erdha. S'ka asnjë të keq. Nuk do shumë me vllaik. Jo, s'ka asnjë të keq, se gjithë e kemi bën këto. Ka vlla. Për zotin. Unë e Jo, thash. ore, zoti Qela, të na disrespektosh ti ne, më saktë të mos na respektosh që ta kuptosh ti. Edhe thua unë e bëra mos respektin pa dashje. Ty, zoti Qela, me këto veprime që bën,
Nuk ka çfarë thosh ti më vrafti madhi zot, ty të ka vrarë se ka lënë pa mendje, kupton? Se thënë komentet, një sekond pa shpjeguar. O prof, më fal një sekond. O ju të komenteve, ju nuk e keni parasysh live-in. Kur jemi 4 vetëm live, me bosi me ta bë dikush me ftesën për me hi në dritare, nuk mundet të futet në dritare se nuk e ka opsionin TikToku. Ti duhet shkputesh vetë. Nuk vjen kërkesa olla që të dali këtu që ta pranoj shumë padashje. Duhet shkputesh në vete, edhe t'ja pranësh tjetri ta futish në dritare. Origjinali ka bë kështu Klevisi, mos të nisa padashje, se ajo nuk shkputesh padashje. Po qyshore ka bër padashje. Tani padashje. A di kur i ki padashje si atë natë si mu fik telefoni për bateria për internet. A histori tjetë ai rrim biles nejes telefoni për momentin, mas një minutim duke shkputet a 30 sekondash. Padashje, ku t'ja tregon padashje të kyre? Padashje, po pse barë hamne? Barë hamne o qela. Vëre unë gjo, një sekund, jo vetëm o qela nuk e kam me ty personale shumë, kam shumë gjera kështu që jam gati, po ka vajtu 99% me i fjalë loading. E 1% duhet, edhe do vazhdoj programin unë, nuk e kam problem shumë, e kam stakuar trurin. Vetëm lini rehat, mos fus një hundët. Na lini o vlla, lini ore, do hy në TikTok, do tal trapin, në mënyrat e mija do shtuj kohën. Na lini rehat o vlla, na lini në punë tonore. Ore na lini se lozim të fusha matan, o vlla, nuk lozim të fusha e sportit tuaj, ore. Ne lozim të fusha matan. Matan në rrugës, ne jemi të tutje rrugës, o vlla. Ne jemi tutje rrugës, o, ju losni në stadium të madh, është rruga, më tutje është një fushë e vogël sporti, ne lozim aty, o. Ne lozim atje tutje. Kemi na një langaraj si Klevisi që e marim në ekip, po qa ti bëjmë tani? Ne mundohemi ta bëjmë burr, a i thot unë do rri langaraj. Ne themi rri tu beu burr, a i thot jo unë do rri legend. Ne themi rri tu beu dhe ti djali mirë, a i thot jo unë do rri kur. Ka dhe kështu. Po prap ju na lini rahat e vlla. është halli jona jo. E zgjidhin vetë. Na lini vlla. Na lini. Po qatë sjarosh, fut televizi sjarosh, qatë sjarosh, qatë sjarosh në atërë. Qatë sjarosh, valla. Veprime kalamajsh. Veprime kalamajsh. 24 vjeç burr nuk mori me një. Pak të bëne. është 38 gomarjo. Fix. Jo, 38. Nesër. Sa një gomar është? Sa një gomar është? Lese se në mbaj qesh me në personi. Po është 38 ore, për këtë beton. Dhe të mu, ola, që ka profja, tha shetu, tha, në vda vële mora. Sa një gomar, o shok, sa një gomar? Sa një gomar është? Po që janë live, letë qajo. Punë e madhe. Do thoje futa pa dashi, mua më shanë ti, qa ke me mua, me gjendë do bët mua, këte do thoje. Këte do thoje. Qa do thoje? Këte do thoje, o vla, s'ka qa thonë tjetër. Ose do thoje kam bre kalash. Ka provi thot ato gëzime. Unë i kam bë, a dis unë i kam bë foto komentit, a dim ka thonë ti Fabiolala do të vras me kalash, ma ka shkruajnë koment. Ha? E ti ke live jote ka shkruajnë natë, kur që zanë me mu, ti Fabiolala dhe të vras me kalash. Po ty e mund të vrasje, valla. Edhe mua mund më vrasje. Më ka afër në Shqipëri. Edhe mua mund më vrasje, o shok. Pse mua mund mos më vrasje tu atje? Po ja se ti jeni islam, që atë të bëj ti? Ha? Që s'ka që të bëj ti? E po, kjo është. Ta caron njerëva tjetëri kot jemi re bukur, ben tjetëri gjest amateresk. Unë për vetë o prof nuk e din se si e mënon të e për të thëmë drejtën. Falja një njerë vari karin ka për gabim. Jo, shok, jo. Për hatër te. Po jo, njerë ti, njerë ahi, njerë ky, jo, da jo. Njerë ka hyrë daja. Po e di. Jo daja i visit as daja im, daja shpirti. Njerë ka hyrë një fratello. Më tha, mua ledha që shu. Tani, ty shti. Po jo, shok, jo. Po se o, qa do bëjmë ne? Mërëp shpia, po ja lene njerë, po bëni gabim nuk të përzihem ma. Për zoti. Po ta kërkej publikisht, unë jëm privat, jëm telefon. Vari tështë, edhe unë isha atë,
Varikarin bëni Shabani, okay, haj. Sa klevisi se e di se kush është. Për Qa e bëri pa dashje, iko vlla, ti që më shkajte në privat. Qa pa dashje, o vllaj? Jo, ai pa dashje nuk e ka bën, ai ka dalë qëllimisht, ata Je ka bërë pa dashje, Por seriozisht ato unë e di shumë mirë, o vlla. Unë e di shumë mirë se unë e di opsionin e TikTokut. Pa dashje, o vlla. Nuk e ka bërë pa dashje, ore. Dhe problemi është se ka bërë me njeriu në gabuar, e kupton, se ju nuk reagoni. Ju thoni hajt varikarin. Unë s'tem me hajt varikarin. Jo, unë për vetë tham drejtën, thash varikarin, tham drejtën. Pse të Ti rrejnë? të varikarin, unë s'tem. Unë s'kam pse rrejnë, ti tha në drejt Avolinë, unë thash i rreshkiti në drejt Karrike. Ore vlla, do ishte mirë të ishte dikush tjetër, mos ishte Semi, se duket sikur dua të konfrontoj me atë. Po ja më se s'kishte lidhje Semi, atë janë fake Levisit. Aty shfaq Levisit o vlla, Po, drejt për drejt. fake Levisit, nuk ka lidhje Semi, atë qoftë kush qoftë. E kupton, Po, nuk ishte ishte kush- pse. I ka unë, pa thënë i ka fare hajt varikarin, tha unë bëjki, aq net ju. Po si qa jemi ne o, qela. Ti merr 20 ditë telefon, ma fërci. Dhe e bërë në një vaj lesh ta ik për zotin, për atërte. Se i kam qam shpi, prane po ta kërkaj, për zotin. Unë për vetë e kam lanë, unë ta tham sinqerisht, unë e kam lanë varikarin, s'ka kete. Ti e ke lënë varikarin, ja thoj në sy që unë të kam lënë varikarin. Po, më rëp shpi, pa ja tha ishte këtë tani. Jo, fute dhe thoj unë ta lë thoj varikarin. Ja ta. Do t'ja thosh në sy. Po si do ja tha më rëp shpi. Okej, në rregull. Fut një pa thëni pak Levisit kërkon Fabio. Okej, në Piti rregull. Ja lë për varikarin me. Rëp shpi e di tha mo Levis nga unë e ka të falur varikarin. A mjafton? Jo, po ta lë thoj për varikarin. Po, okay, po ta lej për varikarin se dole nga live-i. Po. Kështu ja tha, më rëp shpi ja tha. Në rregull, nëse ja thoj po ta lë për varikarin. Ja. Dakor. E di se të mbej hof, po të mbrej shtesë unë se merrem me ta. Rregull e vlla, dakor. Në qoftë se e bën kështu në lloj forme, dakor. Ja sa të vi për zotin. Ja thoni kërkon Fabio. Thoni ti hapë kërkesën. Dakor të vlla. Ja i tha mund direkt rrep shtëpia. Po ora, tani unë se në më hëj, unë ata thash ti do më thon ne ti, son tani si ta tham do më thon. Jo, unë do t'ja sqaroj atë që do t'i thosh ti. Me unë t'ja tham të merru gjithë natën me ta. Në rregull. Kur t'ja thosh ti unë do t'ja sqaroj. Okej, mos si tani si dia thosh, ti tha mo Klevis unë ta kam lënë varikarin. Jo, unë thoj, meqense i e thoj varikarin, ta kam fal. Okej, më rregull, më që se je varikarin ta kam falur. Rrep shtëpia. Ja po se ja kam thonë që ashtu. Bravo ti më dizë.